Dashi, sot do të falni dhe do të mbretëroni. Dëgjoni mirë, ju luanët e zodiakut, se yjet sot kanë thurur një plan që do t'ju rrisë mendjen dhe do t'ju zbusë shpirtin. Nuk është dita për t'u kacafytur me botën, por është dita kur ju, dashi i pathyeshëm, do të tregoni se jeni më të lartë se çdo inat i vjetër. Ja çfarë do të ndodhë në orët në vazhdim, bashkimi bën fuqinë, sot nuk ecet vetëm. Një dorë që do ju zgjatet, ose një dorë që do e zgjasni ju, do të sjellë fitime që as nuk i kishit menduar. Partneriteti është çelësi i suksesit sot, paqja pushton shtëpinë, do të ndjeni një qetësi të çuditshme me njerëzit e gjakut dhe në muret e shtëpisë suaj. Demi, sot do të shkëlqeni në punë dhe do të qeshni me zemër. Dëgjoni mirë ju të shenjës së Demit, se yjet sot kanë vendosur t'ju bëjnë mbretërit e ekuilibrit. Nuk ka rëndësi sa punë keni mbi kokë, se sot asgjë nuk ju ndal dot. Ju jeni shkëmbi që lulëzon, ja çfarë ka shkruar fati për ju në orët në vazhdim, dora e mbar në punë, hëna po lëviz në sektorin tuaj të shëndetit dhe detyrave. Kjo do të thotë se çdo punë e mbetur pezull, çdo faturë apo rëmuj në shtëpi, do të zgjidhet sikur keni një shkop magjik në dorë. Sot jeni ustallar të vërtet të detajeve, lajme që të rrisin shpirtin, dielli dhe Jupiteri janë bërë bashkë për t'ju dhënë një shtys të madhe gëzimi. Binjakët, sot do të jeni magnet i fatit dhe i lekut. Dëgjoni mirë ju mendjet e mpreta të binjakëve, se yjet sot kanë veshur rrobat e festës vetëm për ju. Hëna po vallëzon në sektorin tuaj të gëzimit dhe kjo do të thotë vetëm një gjë, sot bota është këndi juaj i lojrave. Ja çfarë ka rezervuar fati për ju në orët që po vinë, magnet për gëzim. Nuk do keni nevojë të kërkoni për lumturinë. Ajo do ju gjej vetë. Sot do jeni shpirti i shoqërisë, me atë batutën gati dhe atë buzëqeshjen që hap çdo derë. Ana juaj fëmijërore dhe lozonjare do të shkëlqejë si asnjëherë tjetër, leku dhe punët vaj, këtu bëhet interesante. Dielli dhe Jupiteri janë bërë vëllezër sot për t'ju rregulluar xhepin dhe burimet. Një projekt, një biznes apo një çështje financiare që ju dukej si mal i lartë, sot do ju duket si një pengesë e vogël që e kërceni me një hap. Entuziazmi juaj për punën do jetë ngjitës, fjala juaj është ligj, sot është dita e artë për të kërkuar atë që doni. Gaforja, sot do të shkëlqeni sigur i çmuar. Dëgjoni mirë ju shpirtrat e ndjeshëm të Gafores, se sot yjet kanë vendosur t'ju nxjerrin nga guacka dhe t'ju vënë në qendër të botës. Dielli dhe Jupiteri janë bërë bashkë për t'ju dhënë atë që meritoni. Respekt, dashuri dhe dritë, ja çfarë ka shkruar fati për ju në orët që po vinë, magnet për lavdërime. Sot nuk do kaloni pa u vënë re. Njerëzit do fillojnë t'ju shohin me sy tjetër, do ju bëjnë komplimente që si keni dëgjuar prej kohësh dhe do e vlerësojnë çdo gjë që bëni. Jeni në dritën më të mirë të mundshme, ndaj shfrytëzojeni këtë shkëlqim të ri, lajme që të rrisin shpirtin. Pritni një lajm apo një informacion që do t'ju bëjë të ndjeni sikur jeni në majë të botës. Ka shumë mundësi që një punë që keni bërë dikur, tani të marrë mirënjohjen e duhur. Ai ëndra apo plani që e kishit lënë në sirtar. Sot do digjeni nga dëshira për ta rinisur dhe do keni sukses, paqe dhe vetbesim. Sot nuk ka vend për lot apo ankth. Do ndiheni më të qetë se kurrë, sikur keni një mburoj prej floriri që nuk lejon asgjë t'ju prish të rezine. Luani, sot yjet kanë veshur mantelin e misterit vetëm për ju. Nuk është dita për të ulëritur në shesh, por është dita kur fuqia juaj e vërtet do të vijë nga prapaskenat. Dielli, udhëheqësi juaj, po puthet me Jupiterin e madh për t'ju dhënë çelësat e dyerve të mbyllura. Ja çfarë ka shkruar fati në librin e tij për ju sot, mbështetja vjen nga hija, do të habiteni, por një ndihmë e madhe do t'ju vijë nga dikush që nuk e prisnit, ose nga një burim që e kishit harruar fare. Një dorë e fshehtë do t'ju shtyjë përpara drejt suksesit. Është koha kur miqtë e vërtet duken në vështirësi, por edhe kur fatet e fshehura dalin në dritë, detektivi i shpirtit, sot keni një sy mbret si shqiponja. Asgjë nuk ju shpëton. Do të jeni të dhënë pas gjërave që ndodhin nën rrogoz dhe do të kënaqeni duke zgjidhur mistere që të tjerët as nuk i kuptojnë. Nëse dikush ka tentuar t'ju fshehë diçka, sot do ta merrni vesh me buzëqeshje në fytyrë, paqe me veten dhe botën.
ato nyjet në stomak dhe ato problemet që ju kanë rënduar shpirtin kohët e fundit, sot do të zgjidhen si me magji. Virgjëresha, sot do të kolni frytet e bashkimit dhe të besimit. Dëgjoni mirë ju mendjet e arta të virgjëreshës, se sot yjet kanë vendosur t'ju japin atë qetësinë që aq shumë e kërkoni. Nuk është dita për të mbytur në detaje të vogla që ju han kohën, por është dita kur ndërtimi i së ardhmes fillon me hapa të sigurt. Ja çfarë ka shkruar fati për ju në këtë orë. Siguria është kryefjala, hëna po ju udhëheq drejt gjërave praktike. Sot do keni një dëshirë të madhe për të rregulluar punët e shtëpisë, llogaritë apo planet që ju bëjnë të ndiheni të sigurt. Çdo hap që hidhni sot është një tull e fortë në kalan tuaj. Fuqia e dy fish, Dielli dhe Jupiteri po bëjnë një marrëveshje të madhe për ju. Të punosh vetëm është mirë, por të bashkohesh me dikë sot është magjike. Partneritetet, qofshin ato në punë apo në dashuri, do ju sjellin përfitime që nuk i prisnin. Besimi te tjetri do ju shpërblehet me buzëqeshje, bujaria që kthehet. Sot jeni zemërgjer, jepni kohë dhe ndihmë pa kursyer, dhe bota do ua kthejë me të njëjtën monedhë. Mund të ndodhë që dikush t'ju bëjë një dhuratë apo t'ju jap një dorë në një moment kyç. Peshorja, sot do të jeni mjeshtrit e zgjidhjeve dhe të harmonisë. Dëgjoni mirë ju shpirtrat e ekuilibrit, se sot yjet kanë vendosur t'ju japin dorën e mbarë. Dielli dhe Jupiteri janë bërë bashkë në një vallëzim perfekt për t'ju hequr çdo gjemba nga rruga. Nëse keni pasur një kokçare që ju mbante pezull, përgatituni. Sot vjen zgjidhja. Ja çfarë ka shkruar fati për ju në orët që po vijnë, mjeshtër të zgjidhjeve. Keni një problem me një pajisje, një makinë apo një çështje teknike në punë? Sot do e gjeni zgjidhjen si me magji. Ajo ndjenja e çlirimit kur çdo gjë rregullohet do ju mbush me energji pozitive. Jeni doktorët e punëve sot. Intuita juaj është flori, edhe pse jeni shumë logjik sot fal Merkuri, dëgjoni atë zërin e brendshëm. Për shëndetin tuaj apo për një projekt në punë, intuita do ju tregojë rrugën më të shkurtër dhe më të saktë. Është koha për të bërë ato ndryshimet e vogla në jetesë që do ju bëjnë të ndiheni si të lindur rinisht, lideri që shkëlqen. Njerëzit po ju vëzhgojnë dhe po mahniten. Akrepi, sot do të ndezni zjarre të vjetra dhe do të shkëlqeni si lider. Dëgjoni mirë ju të fortët e zodiakut, se sot yjet kanë vendosur t'ju japin një forcë që as ju vetë nuk e dinit se e kishit. Edhe pse hëna po ju thot, rri pak rehat në qoshen tënde, Dielli dhe Jupiteri po bëjnë plane të mëdha për t'ju nxjerrë në dritë. Sot akrepi nuk kafshon, por magjeps, ja çfarë ka shkruar fati për ju në orët që po vijnë, dashuri dhe misi nga e kaluara. Mbajeni telefonin afër. Sot mund të rishfaqet një romancë e vjetër ose një mik që e kishit humbur prej kohësh. Kam për t'u rindezur shkëndija që mendonit se ishin fikur. Është koha perfekte për të falur dhe për të rindërtuar besimin që ishte thyer. Ide që vlej flori. Nëse keni një projekt krijues, një ide për të shkruar diçka apo për të dalë në publik, sot është dita. Mendja juaj po pjell ide që njerëzit do t'i hanë me sy. Keni një optimizëm që i bën të tjerët t'ju ndjekin sikur të ishit profet, magnet për bashkëpunim. Edhe pse ndoshta doni të rrini pak vetëm, kur të hapni gojën, të tjerët do bëjnë garë kush t'ju ndihmojë më parë. Shigjetari, sot do të jeni mbreti i gëzimit dhe i rilindjes. O dritë e zodiakut, dëgjoni mirë. Sot nuk është thjesht një ditë e zakonshme, është dita kur dielli po bën pazare me Jupiterin, udhëheqësin tuaj të madh. Kjo do të thotë se fati juaj sot nuk ka tavan. Ju jeni shenja që gjithmonë shikon horizontin, por sot horizonti po vjen te ju. Ja çfarë ka shkruar fati me shkronja të arta për ju sot, shpirti juaj po fluturon, entuziazmi do ju pushtojë çdo qelizë. Do ndiheni sikur keni pirë një gotë me energji hyjnore. Sidomos në çështjet e familjes dhe ato personale, do ketë një dritë që do ndriçojë çdo cep të errët. Kushdo që ju ka për zemër. Sot do t'ju jap një mbështetje që do t'ju mbush syt me lot gëzimi. Mbyllni kapitujt e vjetër. Sot keni forcën e titanëve për të lënë pas çdo gjë që ju ka penguar. Nëse ka pasur një mëri, një dështim apo një peng, sot do e shkelni me këmbë dhe do thoni, mjaft më.
Ky çlirim do ju bëjë të ndiheni si kur keni lindur sot, rilindja e ideve të arta. Mbani mend ato planet që i ladh për gjysmë para disa muajsh, apo atë projektin që menduat se dështoj. Sot është dita për t'i marrë pluhurin. Me mendjen tuaj të freskët do i bëni 2-3 ndryshime dhe do shihni se si ato ide do kthehen në suksese të jashtëzakonshme. Harmonia në shtëpi. Energjia rrjedh si lumi i qetë në muret e shtëpisë suaj. Nëse keni pasur trazira me njerëzit e afërt, sot çdo gjë do të shkrihet si bora në diell. Shijojeni këtë atmosferë, se është dhuratë nga vetë universi. Britsjapi, sot do të pushtoni majat me mendje të madhe. Dëgjoni mirë ju arkitektët e zodiakut, se sot yjet kanë vendosur t'ju heqin syzet e detajeve dhe t'ju japin dylbit e gjigantëve. Ju që zakonisht numëroni çdo qindarkë dhe çdo sekond, sot do të shihni horizontin e gjerë dhe do kuptoni se fati juaj nuk ka kufi. Ja çfarë po zihet në kazanin e yjeve për ju sot, shikoni për tejmurit. Sot nuk është dita për t'u marrë me vogëlsira që ju han kohën. Entuziazmi juaj për një projekt të ri, një kurs apo një ide gjeniale po rritet si ortek. Do ndiheni tmerrësisht të sigurt në hapat që po hidhni, dhe kjo siguri do t'i bëjë të tjerët t'ju ndjekin pa bërë asnjë pyetje. Përgjigjet që prisnit, ajo që do ju motivojë më shumë sot është reagimi i njerëzve. Do merrni ponën që prisnit, do merrni mbështetjen që ju duhej. Njerëzit po ju shohin si udhëheqës dhe kjo do ju jap krah, bashkimi bën fuqinë. Edhe pse Merkuri është pak mbrapsht dhe mund t'i ngatëroj fjalët, yjet e tjerë janë aq bujar sa do e kaloni çdo pengesë. Është koha perfekte për të ulur ballë për ballë me partnerin apo një bashkëpunëtor dhe për të bërë plane të mëdha. Zgjidhjet sot vijnë përmes bisedës së sinqertë, dashuria po lulëzon. Mund të njihni dikë të ri që do ju lërë mbresa, por ka shumë më shumë mundësi që të rizbuloni thesarin që keni tashmë në krah. Do ndjeni një besim të ri te njeriu juaj i zemrës dhe kjo do ju ngrohtë shpirtin si dielli i pranverës. Ujori, sot do të jeni magneti i lekut dhe i energjisë. Dëgjoni mirë ju mendjet gjeniale të ujorit, se sot yjet kanë veshur për parsën e punës dhe po ju mbushin xhepat. Nuk është dita për të ëndërruar me sy hapur, por është dita kur çdo hap që hidhni kthehet në flori. Dielli po bën një marrëveshje të fshehtë me Jupiterin e madh në sektorët tuaj të parave dhe shëndetit. Ja çfarë ka shkruar fati për ju në këtë orë, motivimi top, do zgjoheni me një dëshirë të çmendur për të prodhuar dhe për të vënë punët në vijë. Ajo plogështia e ditëve të fundit do zhduket si me magji. Sot jeni si një makinë e programuar për sukses, ku vini dorën. Bëhet dritë, era e lekut, mbani hundën lart, se sot vjen era sukses. Një lajm i mirë për financat, një mundësi për biznes apo një ide se si të rritni të ardhurat do ju shfaqet para syve. Keni një arsye të fortë për të qenë optimist, xhepi juaj do fillojë të marrë frymë lirisht, shëndeti dhe vetbesimi. Sot do gjeni atë programin e duhur të stërvitjes ose të ushqyerit që do ju bëjë të ndiheni si të lindur rinisht. Kur ndiheni mirë me trupin tuaj, bota ju duket më e vogël. Kjo rritje e vetbesimit do ju bëjë të jeni tmerrësisht produktiv, vlera juaj njihet, do ndiheni jashtëzakonisht mirë për kontributin që jepni në punë apo në shoqëri. Njerëzit do e kuptojnë që pa ju, gjërat nuk ecin njësoj. Kjo mirënjohje e heshtur dhe e hapur do jetë benzina që do ju mbajë ndezur gjithë ditën. Peshqit, sot jeni ylli i zodiakut dhe magneti i fatit. O shpirtrat e bukur të peshqve, dëgjoni me vëmendje. Dielli po shkëlqen pikërisht në shenjën tuaj, por sot ka ndodhur mrekullia. Ai është lidhur me Jupiterin e madh, planetin e fatit dhe të mirësisë. Sot ju nuk ecni mbi tokë, ju fluturoni. Bota është e dashuruar pas jush sot, ja çfarë ka shkruar fati në librin e tij për ju në këtë orë, magnet për të tjerët. Sot do ta gjeni veten në qendër të vëmendjes pa bërë asnjë përpjekje. Të gjithë do duan një copës nga koha juaj, një këshill apo thjesht të jenë pranë jush sepse po rrezatoni një energji hyjnore. Është koha e artë për të ndërtuar ura të reja mejësie apo për të forcuar ato lidhje që ju ngrohin zemrën. Shpërthimi i krijimtarisë,
Nëse keni një hobi, një pasion apo diçka që e bëni me qejf, sot do të bëni mrekullira.